Ania e marinës meksikane përplaset me urën Brooklyn në New York, humbin jetën 2 persona, plagosen 19 të tjerë. 2 persona kanë humbur jetën dhe të paktën 19 të tjerë janë plagosur pasi një varkë e gjatë stërvitore marinës meksikane u përplas në urën e Brooklynit në New York City, ka thënë kryebashkiaku i qytetit. Eric Adams tha se Ania humbi energjinë elektrike para përplasjes të shtunën në mbrëmje. Zyrtarët amerikanë thanë se 277 persona ishin në bordin e Anijes. Pamje tregojnë direkët gjigant Anijes duke prer urën, ndërsa Ania po kalonte në strukturën e famshme të shtunën në mbrëmje. Autoritetet thanë se antarët e ekuipazhit po qëndronin mbi direk në kohën e përplasjes, kur ato u thyen dhe ranë në kuvert. Kryetari i Bashkisë së New Yorkut, Eric Adams, tha në X se 2 persona ndruan jetë dhe 19 u plagosën, përfshirë 2 prej të cilëve në gjendje kritike. Në bord ishin pothuajse 277 persona.